Ky është Dalan Alliaj, 36 vjeç, i cili u vra rreth orës 20:30 minuta të mbrëmjes të së shtunës në fshatin Gjorm të bashkisë së Selenicës. Alliaj u vra nga djali xhaxhait të tij, Bertil Alliaj, shumë pranë derës hyrëse të një prej familjarëve të tij, pranë qendrës së fshatit Gjorm. Ndaj tij u godit plot 8 herë me të 8 plumbat, të cilët e kanë kapur në pjesën e trupit, kryesisht në gjoks, mushkëri dhe zemër. Kushëriri i tij e ka goditur me armë zjarri të llojit pistolet, Beretta FS-90, nga një distancë e shkurtër. Nga 10 plumbat që mund të godiste kjo pistolet e llojit Beretta, 8 prej tyre janë ngjojtur drejt viktimës për të siguruar se do të ndëronte jetë në vend. Në momentin e ngjarjes, viktima, banues në Levan, ka qenë duke shkuar në shtëpinë e xhaxhait të tij, i cili jetonte në fshatin Gjorm, kur përpara i ka dalë Bertil Alliaj, 32 vjeç, djali i xhaxhait tjetër, dhe ka goditur me pistolet. Personi që shihen në pamje është edhe autori i kësaj ngjarje. Foto e marrë rreth viteve 2015 e këtij të fundit. Pa folur as pak dhe pa patur debat, Bertil Alliaj e ka goditur me disa plumba të pistoletës. Më pas, Bertili është larguar i qetë në këmbë, duke shkuar dhe duke u fshehur drejt një zone të thellë malore, po në këtë fshat. Kanë qenë familjarët që pas krismave kanë dalë nga shtëpia dhe kanë parë trupin e 36 vjeçarit që dërgjej në gjak. Familjarët kanë lajmëruar policinë e Vlorës dhe autoambulancën, të cilat kanë shkuar menjëherë drejt Gjormit. Në fshat kanë marrë 36 vjeçarin e plagosur, duke i dhënë ndihmën mjekësore të parë në autoambulancë, por pavarësisht ndihmës mjekësore, ai nuk ka mundur që t'i shpëtojë plagëve. Rreth orës 21 të së shtunës kanë mbërritur i pajet në spitalin rajonal të Vlorës. Fatale mësohet se kanë qenë 3 plumbat, të cilët e kanë kapur në pjesën e zemrës dhe shumë pranë saj. Ky është momenti kur trupi i pajet në ato momente i 36 vjeçarit mbërri në spitalin e Vlorës. Pas ngjarjes, sipas policisë së Vlorës, janë pyetur në polici rreth 10 persona, 5 prej të cilëve kanë qenë dëshmitar në ngjarjen apo minutat pas saj, por nuk kanë munguar në shifrat as familjarët. Ata kanë dhënë dëshmitë e tyre në polici, por nuk kanë treguar ndonjë detaj në lidhje me zbardhjen e motivit apo shkaqet të cilat e shkaktuan këtë ngjarje. 36 vjeçari i vrarë është një figurë e pastër për policinë e Vlorës. Ai është banues në Levan, pronar i një biznes servisi dhe shitjes së automjeteve, pikërisht në Levan të Fierit. Djali qetë dhe pa probleme, edhe në fshatin Gjorm, njihej si i tillë. Shpesh vinte tek të afërmit e tij në Gjorm për shkak edhe të origjinës, ku kalonte ditë dhe kishte miqësi të ngushtë me shumë banor të fshatit.